ose 100. Kemi prap telefonat, Loj? Okej. Alo? Përshëndetje, po, zon. mirëmbrëma. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë, faleminderit. Faleminderit. Një që dëgjova shpallë, po na përmendit ato ballakumet e Elbasanit, ato të ëmblat. Po. Nga Elbasani tani ka qenë në trafik. Dhe një orë gjysmë këtu jemi akoma në autostradë duke hyrë për në Elbasan. Që sot ka filluar trafiku, Ka filluar trafik mërshëm, që ka filluar nuk e dim, mbi 20 minuta që jam në trafik dhe besoj që për një orë ta në Elbasan, sepse duke njohur shumë një rrugën. Ku je për momentin? E ke kaluar zonën e Tegut, si më thon? Ke kaluar pjesën më larg? Trafiku fillon që nga një fshat Mamël, nëse keni parasysh në të është rruga e drejtë, është një rrugë e fshatrat e Elbasanit. Në 7 kilometra, po. Afër Ligjave thot. Na thotë shoku jon nga Elbasani. Kemi shok nga Elbasani këtu, e di fiks Elbasani Pllëmdorës. Po. O vlla, se s'na prezantove, si quhesh edhe Unë jam Tani nga Elbasani. Jam giganti. Po e më Tan na thuaj emrin të përshëndesim. O Tano, po çfarë pune bën Tan? Unë jam parukjer dhe jam le të themi një bashkëpunëtor I Top Channelit, kam qenë disa herë tek Vërtet. Në Top Channel. Ki qenë Big Brother, I ke rregullu flokët tyre mjekësrave? Po, ke qenë? Kam rregulluar të gjithë, jam fituesi I Beauty. Është një emision që është bërë tek Manushi. Okej. Të njifka Klera. Brother Toppelden jam të para disa kohësh me Atalantën, kemi folur disi për pjesën e Big Brotherit. O Tan, me që na more. I familiarizuar me pjesën e që ke shtëpis, e kuptuam, që ke shtëpis, me që na more, do na thush në histori të veçantë, të lezetshme që të ka ndodhur së fundmi. A kemi në ngjarje? Ndoshta diçka që lidhet edhe me ballokumet, me festën e Elbasanit, ditën e verës. Po ballokume ai bën flokët më i cubi. Jo, prit, se ishte nga Elbasani dhe mund të di diçka më shumë. Po. Atë për pjesën e ballokumeve unë e kam si traditë që I marr ballakumet dhe I sjell edhe në sallon për gjithë klientët e mia, kështu që të gjitha vajzat që vinë bëjnë flokët e nuk kam se ti dënë apo I marrin në sallonin. Nesër po vim tek tyne. Po ky po bën, a kupton çfarë gjuar Tani, po bën marketing të papam, kupton.